Nëse kërkon në listat zyrtare të qeverisë së Kosovës, emri i tij nuk gjendet askund. Nuk ka zyrë, nuk ka post, madje as të dhënat në Facebook nuk shënon ndonjë funksion shtetëror, vetëm puna në universitet dhe shkollimi. Por mjafton të hapësh profilin e Gent Carabregut për ta kuptuar se kemi të bëjmë me një zë që shpesh tingëllon më fort se vetë këshilltarët zyrtar të kryeministrit. Fotoja e profilit është krejt natyrale, një buzëqeshje lehtë, sikur të ishte një profesor i zakonshëm. Fotokoveri nuk ka. Një boshllok që i shkon për shtat një profili që në dukje s'ka lidhje me politikën. Por poshtë kësaj fasade, statuset e tij duken si një përzierje midis fjalimeve të Kurtit e thirrjeve militante në stilin e aktivistëve të vetëvendosjes. 200 e mia mbi ngërçin institucional, shkruan ai në një postim. Ai përdor teoritë të marrëdhënieve ndërkombëtare për të arritur në një përfundim të thjeshtë se edhe pse Kurti kritikohet, Kosova nuk ka arsye të shqetësohet. Në një tjetër status, ai na shpjegon pse është më mirë që qeveria bashkëpunon me Pentagonin edhe kur Departamenti i Shtetit e qorton Kosovën. Mjafton të kalosh te një status tjetër. Bartësit e fushatës së fundit Albin Ik, lexo, s'ka bab, ka ide. E dini ju se si kanë përfunduar, dhe shtasht ja u përkujtoj, mos toni se nuk e keni ditur mandej. Këtu akademiku shndërrohet në militant dhe kush e bën like, jo kushdo. Fansi shumë prej postimeve të Gent Carabregut është Genc Nimoni, këshilltar i Albulina Haxhiut. Te thirrjet e Albinik e gjen like-in e vetë zëdhënësit të vetëvendosjes Arlien Maxhuka, një prej figurave më aktive në betejat e komenteve në Facebook, e po ashtu edhe të Afrim Sveçlës, i cili është familjar i ministrit të brendshëm Xhelal Sveçla. Madje edhe ripostimet i ka strategjike, si ai i Albin Kurtit, duke bërë homazhe te varri Adem Demaçit. Në një tjetër postim të tij, ai e thekson se t'i thua shik kryeministrit më të votuar pas pavarësisë nuk është vetëm mungesë respekti, është një tentativë për të suspenduar demokracinë. Kritiku jep edhe gazetarëve e portaleve që sipas tij pren deklaratën Kurtit me qëllim që t'ju ndryshohet kuptimi i fjalëve dhe për ta bërë deklaratën të duket e pasakt. Kurti e ka postuar vetë një foto të përbashkët me Gent Carabregun në Washington. Postimi paraqet Carabregun si shok të mirë, madje një që nuk e kritikon fort. Nuk kanë ngjarë ndonjëherë që ta kalojmë oqeanin, në cilin do kohje pa u takuar. Janë studiues të rinj, por edhe me përvojë dhe me çdo moqëm të mi, nuk më kritikojnë aq, ndoshta edhe për shkak se e dinë sa shumë kanë ndikim tek unë. Me këtë fjali të fundit, Kurti e pranon se Gent Carabregu nuk është vetëm shok i tij, në praktik funksionon edhe si këshilltar i tij amerikan për çështje akademike dhe politike. Sipas burimeve të KIX Kosovës, Gent Carabregu është këshilltar për politikë të jashtme i kryeministrit në detyrë Albin Kurti. KIX Kosova provoi ta kontaktoi këshilltarin e fshehur të Kurtit për të pyetur ndër të tjerash rreth ndikimit të tij në politikën e kryeministrit në detyrë, por ai e mbylli telefonin.